Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbulltyr të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh. Shumica e kishave e kanë kryqin si simbol të krishterimin. Megjithatë, kisha e hershme nuk e përdorte kryqin si simbol të krishterimin. Në kohën e kishës së hershme, kryqi ishte një mjet ekzekutimi për kriminalët e dënuar me vdekje. Për të krishterët e hershëm, të rrethuar nga kryqëzimi si një fakt i zymt i përvojës së zakonshme, nuk kishte rrezik ta zbukuronin kryqin me anë të ndjenjes. Fillimisht, kryqi ishte një simbol idhull që simbolizonte paganizmin. Format e kryqit përdoreshin si simbole fetare ose të tjera shumë kohë para epokës së krishterë. Përdorimi publik i kryqit u adoptua nga të krishterët si simbol në kohën e Konstantinit. Kisha e krishterë e pranoi kryqin, simbolin e paganizmit. Kur njerëzit bën një simbol të paganizmit dhe e adhuronin atë, ata u shkatëruan. Dhe u shërbyen asherimeve dhe idhujve. Për shkak të këtij mëkati, zemërimi i Perëndisë ra mbi Judën dhe mbi Jeruzalemin. Atëherë, pse izraelitët adhuruan idhuj edhe pse e dinin se adhurimi i idhujve i çonte në shkatërim? Kjo ndodhi sepse ata u mashtruan nga idhujtarët. Idhujtarët i mashtruan izraelitët që të besonin se idhulli i Egjiptit ishte Perëndia dhe i nxitën ata që ta adhuronin idhullin. Edhe sot, idhujtarët i mashtrojnë njerëzit duke i bërë të besojnë se kryqi është simboli i krishterimit dhe një kujtim për sakrificën e Jezusit, në mënyrë që ata të mund të adhurojnë kryqin, një idhull. Prandaj, kur bie në sejdë në adhurim të një imazhi, qoftë nëse mendon se përfaqëson Zotin apo një krijesë, je tashmë i magjepsur nga supersticioni. Mallkuar qoftë ai njeri që bën një shëmbulltyr të gdhendur o prej metalit të shkrirë, gjë e neveritshme për Zotin, vepër e duarve të një artizani dhe e vendos në një vend sekret. Ata që e bëjnë kryqin dhe e adhurojnë atë do të shkatërohen. Besoni në beslidhjen e re që u themelua nga Krishti dhe shpëtohuni duke marrë pjesë në gjakun e Krishtit.